Monologu i sotëm ka të bëj me zgjidhjet. Sa herë që shkruaj apo flas për ndonjë problem të jetës tonë, ka shumë njerëz që më thonë, Leri, se i dim ne këto, na thuaj një çik zgjidhjet. E pra, ju i doni zgjidhjet sikur janë vezë kinder, si ai leku që futet brenda në kulaç dhe kujt i bjerë. Zakonisht, zgjidhjet nuk duhen krijuar aty ku vetë problemet krijohen. Ka shumë shqiptarë sot që zgjidhjen e problemeve tona e shikojnë tek politika, por ndërkohë është vetë politika ajo që ka krijuar shumicën e problemeve tona. Por ku mund t'i gjejmë zgjidhjet? Për një komb është shumë e rëndësishme mënyra se si ai e ka një marrëdhënie me energjinë e tij, me kohën e tij, marrëdhënia që krijohet me punën, marrëdhënia që krijohet me ligjin, marrëdhënia që krijojmë me njëri tjetrin, marrëdhënia që krijojmë me të shkuarën dhe me ardhmërinë tonë. Te të gjitha këto marrëdhënie, ne mund të gjejmë zgjidhje. Por një zgjidhje shumë e mirë do ishte edhe të lexonim. Mos keni frikë nga leximi. Kur lexon, nuk harxhohen syt harxhohen po njësoj edhe kur shikoni telenovela turke. Mjafton të lexojmë atë që Bajroni ka shkruar për ne. Mjafton të lexojmë porositë që Skënderbeu ka lënë për ne. Ajo historia e shkarpave, ju kujtohet. Dhe nëse doni ndonjë shembull të jashtëzakonshëm, unë mund t'ju sjell këtu shembullin e banorëve të Lezhës, të cilët duke dhënë krahët e fuqishëm njëri tjetrit, arritën të shpëtonin njeriu nga dallgët e detit të tërbuar. Por ndonjëherë nuk ka nevojë të përleshesh me dallgët. Mjafton të çohesh, tu hedhësh pak ujë të ftohtë syve, sa për të hequr sklepat. Faleminderit, natën e mirë dhe miru takofshim javës tjetër.